Dhe sigurisht që Allahu Jalla wa Ala betot në kohën për rëndësinë e saj. Sepse i mençur është ai njeri i cili e shfrytëzon kohën e tij dhe investon në të. Investon në kohën e tij me punë të mira. Dhe mirë ai i cili neglizhon duke mos investuar në kohën në jetën e tij, duke mos investuar në të me anë të punëve të mira. Pra, wal asri është betimi. Dhe në gjuhën arabe gjithmonë pas betimit vjen jawabul qasam. Ai quhet përgjigjja e betimit. Duke filluar nga fjala e Allahut innal insana lafi khusr. Me të vërtetë që njeriu është në humbje. Pra përgjigjja e betimit të parë fillon nga fjala e Allahut me të vërtetë që njeriu është në humbje deri në fund të surës Al-Asr. Innal insan, me të vërtetë, pra është pjesës e cila e konfirmon të shprehurin në arabisht, e forcon kuptimin e fjalisë. El-insan, njeriu. Është kuptimi që me të vërtetë një njeri është në humbje, jo. Pra me kuptimin të gjithë njerëzit, pra i gjithë njerëzimi është në humbje. Të gjithë njerëzit janë duke ndjekur rrugët e humbjes. Janë në humbje, përveç atyre të cilët Allahu i cek më pas. Pra, këta njerëz janë në humbje, janë të zhytur në humbje me të gjitha mënyrat.